Shkodra ka qenë qyteti i parë që ka pritur finishin e etapës së parë të turit ciklistik të Shqipërisë, 82 për nga ralla, 98 ciklistë përfaqësues të 14 ekipeve ndërkombëtare, mes të cilëve edhe kombëtarja Kuqezi, nisën pedalimin e etapës së parë me itinerar Tiranë-Milot-Rrëshen-Lezhë-Shkodër, 151.78 kilometra e gjatë. Bukuria e kësaj etape ka qenë sprinti final, i cili në hyrje të Shkodrës, aty për briurës së Bunës dhe deri në finishin e lagjës Parruc, i pari që ka mbërritur nga ciklistët e kombëtare së Shqipërisë ishte Gabriel Fricis, i cili përshkroi etapën e parë në kohën 3 orë 2 minuta e 57 sekonda, duke lënë në vend të dytë holandezin Otter me 2 sekonda më shumë. Pas 19 sekondash ka mbërritur grupi i dytë me 96 ciklistë, në krye të cilëve ka qenë ciklisti Kuqezi, Valentino Cambetari, ndjekur nga serbi Ilić. Pas garës, shqiptaro-italiani Gabriele Fabricis shpreh i kënaqur që përfaqëson Shqipërinë dhe trofeun ja dedikon të parëve të tij me prejardhje shqiptare. Kam fituar të sprinti, kam shumë e nxitur. Babi është italist e mami shqiptar, po e kalu një, come si dice, sono stato qui in vacanza tante volte. Ka qenë këtu për pushime shumë. Po. Si ishte gara sot, e vështirë për të marrë finishin? Po, shumë e vështirë. Ndërkohë presidenti i Federatës së Ciklizmit Skënder Anxhaku vlerëson organizimin e këtij turi, duke theksuar se Shqipëria, Holanda dhe Anglia janë pretendentët kryesorë për trofeun. Ka qenë një garë shumë e fortë, ka ekipe shumë të forta. Deri në momentet e fundit nuk ishe i sigurt që do ta fitonim garën, për arsye se ekipi holandez ishte me 4 vetë. Por nga eksperjenca që ka Gabrieli, arriti të fitojë. Këto janë cikliste që garojnë në Itali, kanë eksperiencë, kanë bërë dhe përgatitje të fortë. Shtetjen e kanë pas dhe nga 2 persona tjerë, megjithëse ne kemi qenë me 5 vetë, që duhet ishim me 7, treguan një forcë, një përgatitje shumë të mirë, dhe do mundohemi nëpërmjet vjenëve që mos ta lëshojmë vendin e parë, nëse do na ecim mbar në kuptimin nëse nuk do kemi ne një rrëzim në igon, për arsye se ne kemi pas 2 ciklista sot që kanë hyrë bashkë me pikë të barabarta dhe do të mundohemi ta mbajmë vendin e parë si individ, ta mbajmë edhe si ekip. Turi 82 ciklistik i Shqipërisë do të jetë pjesë e konkurimit në territoret e 5 bashkive të vendit deri në mbyllje me 30 maj. Pas Shkodrës, etapa e dytë është ajo Shkodër-Ballëdreth Human Maminas Durrës Rogozhin Elbasan, nisja e cilës është bërë mes ditën e së martës nga sheshi Zogu i parë Parruc.